Të dhënat e Instat tregojnë se dhuna e bazës gjinore mbetet në nivele shqetësuese, ndërsa një pjesë e madhe e rasteve nuk arrin të denoncohen pranë institucioneve ligjzbatuese. Për këtë arsye, identifikimi i hershëm i viktimave shihet si një hap kyç për parandalimin dhe trajtimin e fenomenit. Në Lezhë, njësia vendore kujdesë shëndetësor ka vënë në zbatim një mekanizëm të ri përmes një protokolli që synon identifikimin e hershëm të rasteve të dhunës dhe referimin e tyre pranë institucioneve përkatëse. Sipas Marie Zefit, koordinatore për dhunën në familje pranë një VKSH Lezhë, dhe Martë Fetaj nga Drejtoria e Shërbimit Social në Bashkinë Lezhë, një ndër problemet kryesor ka qenë mungesa e raportimeve nga qendra shëndetësore, pavarësisht se ato janë shpesh kontakti i parë i viktimave me institucionet. Sipas statistikave, kjo që sapo ju thatë që numri i dhunës në bazë gjinore dhe dhunës në familje është shumë i lartë dhe statistikisht raportimet në polici janë thuajse zero, të paktën nga personeli shëndetësor. Dhe si rezultat i kësaj, Njësia Vendore e Kujdesës Shëndetësor Lezhë ka vendosur t'i kushtoj një rëndësi dhe vëmendje akoma më të lartë, duke rritur ndërgjegjësimin e stafeve shëndetësore, mjek, infermier, punonjës social dhe psikolog, të cilët ne i kemi në qendra shëndetësore. Dhe duke rritur këtë ndërgjegjësim mbi protokollet e dhunës në bazë gjinore që ekzistojnë për mjek dhe infermier, ne synojmë që të rrisim edhe ndërgjegjësimin që komuniteti të bëj raportimet dhe të ketë një besueshmëri që këto raportimet t'i lë gjurmë tek personeli shëndetësor. Vërtet sipas Instatit shifrat janë shumë të larta dhe kjo ne na bën më së miri të gëzohemi që sensibilizimi jon ka shkuar te vajzat dhe gratë që të mos heshin dhe të denuncojnë, por kur vjen fjala për të parë statistikat e situatës së dhunës në Lezhë, në fakt për 2026 ne kemi të ulur raportimet apo urdhër të mbrojtjes. Kjo fal dhe punës së vazhdueshme që kena bën gjitha institucionet tona. Por ideja e këtij projekti ka qenë shumë sensibël për shërbimin social, sepse ne nuk kemi pasur raste të identifikuar nga qendra shëndetësore. Unë mund të përmend një rast konkret që një grua e cila është paraqitur pranë qendrës shëndetësore dhe vjerra flisën në emër të gruas dhe infermierja apo mjeku nuk e ka marrë parasysh për të pyetur si ka mundësi që kjo grua nuk flet vetë, por flet vjerra, si është fëmia, si është situata e familjes, dhe pastaj ka degeneruar me urdhër mbrojtje pas disa muajsh. Nëse ne këtë rast do ta kishim pasur të sensibilizuar që në fillim nga njësia shëndetësore, nuk do bëhej dhunë fizike, pastaj për t'u drejtuar policisë apo koordinatorit dhunës. Ky mekanizëm po zbatohet në gjitha qendrat shëndetësore në Lezhë, falë mbështetjes së Bashkimit Evropian.